Franc, mendon se do të ketë në relacionin që do të dalë, do të zbardhet nga gjykata kushtetuese, mund të ketë arsyetime të qëndrueshme, korrekte, që edhe mund të jenë bindëse? Apo kur kemi këtë rezultat, asnjë mund të ketë patjetër zbardhje nuk ka rëndësi. Mund të ketë patjetër arsyetime që secili gjyqtar shpreh dhe argumenton dhe mban qëndrimin e tij, pra mbron qëndrimin e tij pse ka votuar pro dhe pse ka votuar kundër, po unë bashkohem me atë që tha dhe Rezarti për sa i takon fakti që do ishte udhës kishte një vendimarrje për thelbin e problemit nga aspekti juridik. Sepse kjo vendimarrje në vlerësimin tim personal nuk krijon precedent. Nuk krijon precedent sepse nuk është ndar thelbi i problemit. Duke dalë në një ndarje votash 4-4, është hedhur poshtë kërkesa me procedurë. Pra, kërkesa paraqitur nga Kryeministria për të kundërshtuar, po themi, këtë kërkesë të Spakut që u miratua dhe nga gjykata e posaçme, pra për pezullimin e zëvendës kryeministres Balluku nga detyra, u kundërshtuan gjykatë kushtetuese, duke pretenduar se po shkelen kompetencat e Këshillit Ministrave, sa i takon përbërjes të Këshillit Ministrave dhe shkarkimit apo emërimit në detyrë të antarëve të Këshillit Ministrave si organ i pavarur ekzekutivit, por gjykata kushtetuese kishte rolin që ta ndante këtë çështje dhe duhet të thoshte po apo jo, kush kishte të drejtë në këtë aspekt. Ja hodhi poshtë kërkesën e kryeministrit, është e vërtetë kjo, por thelbin e problemit nuk e zgjidhi për raste të tjera analoge. Pra, nëse në të ardhmen prokuroria posaçme Spaku do të kërkojë një mas të ngjashme, pezullim nga detyra për një ministër, për një zëvendës kryeministër tjetër, po pse jo dhe për vetë kryeministrin, atëherë mundet që personi i cënuar në këtë të drejtë ose organi këtë rast, Këshilli i Ministrave t'i drejtohet sërish gjykatës kushtetuese dhe të kërkojë interpretimin përsëri, sepse nuk u mor vendim në thelb të vetë problemit. Kjo tashmë është e kaluar. Vendimi u mor, duke mos marrë vendim për themelin e çështjes, kërkesa e paraqitur nga Kryeministria u hodh poshtë dhe jemi në këtë situatë ku automatikisht me hedhjen poshtë të kërkesës rimori fuqi ligjore vendimi i gjykatës posaçme, i cili e pezullon nga detyra zonjën Balluku, e cila tashmë e ka të ndaluar që të hënën nesër të shkojë në detyrë dhe të ushtrojë detyrën e saj, për sa kohë është kjo mas në fuqi dhe apeli i gjykatës, pastaj mbetet për të parë se çfarë vendimi do të marrë për këtë pjesë, sepse për ta ashtu dhe pak me Rezin, kjo çështje është gjykuar në apelin e posaçëm vetëm për pjesën e parë, elementin e parë që kishte të bënte me bllokimin e daljes jashtë vend të zonjës Balluku, por pjesën e dytë që ishte pikërisht ky problem sa i takon pezullimit nga detyra, nuk u gjykua dot nga apeli i gjykatës, sepse pikërisht e kishte pezulluar, e kishte ngrirë vendimarrjen gjykata kushtetuese ndërkohë. Pra është pak teknike si çështje, por ajo që mbetet dhe thelbi i gjës sot ku jemi pikërisht aty ku ishim fillim, jemi kthyer në pikën 0, pra nuk është se kemi një zbardhje apo një distancim të situatës, apo mbas edhe një shtjellim të gjës për përplasjen mes ekzekutivit